I rrethuar nga bjeshket e Pashtrikut me plot drunj e pemë, fshati Fiers të ofron pamje magjepsëse për të gjithë ata që e vizitojnë. Krist Bisaku, banori i fshatit, thotë se gjithë fshati është i gjelbëruar me një pejsazh të bukur dhe ka plot karakteristika. Tu ka pas parasysh për bukuritë, pejsazhin që ka ky fshat. Kuptohet, du ta falenderojmë Zotin për gjitha këto të mira që i ka ky vend. Po sigurisht nuk mund me lënë anash edhe fshatarët e mi, të cilët kujdesshëm po bojnë ndërtimin e këtë fshat. Këtë fshat e karakterizon shumë këto brigje, këto druj që po shifet, bjeshkën që nuk e kemi fort larg, tepat njësinë që jena në bjeshk dhe jena afër qytetit. Krahas bukurive natyrore, Bisaku thotë se aktualisht këtu mungon ndriçimi publik dhe kanalizimi. Nga institucioni, pavarësisht se ka bën një pjesë të ndërtimit, po ala se ka bën ndërtimin e trotuarëve, rregullimin e trotuarëve, se ka ndriçimin publik dhe se ka kanalizimin. Kërkesat nga banorët shumë herë kemi përsërit këtë punë, po inshallah i ditë ka pranë në veshin e kryetarit të komunës dhe ka mëna bë këtë projekt këtë gjëra të bukura. Fierza është ndër fshatrat më të frekuentuara në Gjakov, ku shumë qytetarë e vizitojnë për piknik dhe rekreacion. Ky fshat është i frekuentuar shumë nga varësia, fjalën e kam nga banorët e qytetit. Për atë edhe është nevoja e domosdoshme për me pas mundësi që të kenë trotuaret paktën dhe ndriçimin, që ditëve të vikendin të shfrytëzojnë vërtet të bukuritë të fshatit. Në fshatin Fiers është parku i Shkugzës, që është i tërë i gjelbëruar me pisha dhe në stinën e verës, freskia që mbretëron këtu e bën këtë vend edhe më të veçantë.